reagua kur e ftoj mysafirin e parë, një këngëtar i cili ka fillu me bohemën, thash, ka fitu shumë fansa veçanërisht ndër qikat e reja, femnat e reja, një djalë me izo shumë të këndshëm, për herë të parë vjen në misionet e mia Besart Halimi. Shakira, Shakira, I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita, Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, Mirë se vëzheta, faleminderit për Vala shumë. Besart, sonte jemi live, Po. kështu që shkado që të gabojmë bashkë. na falet. Besoj. Na falet, kuptohet. Unë do ta shfrytëzoj rastin që ju thash edhe më herët, do ta bëjmë edhe një promovim tjetër të një spoti, vje këtu në studio Endrit Duraku, i cili ka qenë mysafir më herët, po pa të thonë që kur ta bën spotin do ta promovon pikërisht këtu te na. E ftojmë skenë. Te kalal liçmi. hey, di normale tua, zemër jo nuk tua, ma rëzi. Ndret më serë. Vala shumë. Edhe herë në këtë studio shumë shpejt. Po, shumë shpejt. Mrenda një muaji të ra 2 herë, po kur punon njëri kosha me kallëzu dhe Sot muj me punu me ardhë prapë. e këshyra spotin e posh. Spot interesant. Konga më pëlqej shumë. Duhet më bëhit. Besoj. A je me mu, as je me mu, as di shka. Jo. Nëse mërzit unë sonte pjesë më të madhe do t'ja kushtoj Okej. Besartit, masi edhe Besartin e kem për herë të parë këtu. Besart, je boj njoftën me një kongë ma herët, po Kaçurrela po më duket ka japë pak ma tepër emën se gjitha tjera. Ke provu dhe me kongë tjera. Po, fillimisht mas etheve ku isha pjesëmarrës, ka qenë konga Ëndrat, e cila, më thonë, lirisht që mi hapi dyrt drejt suksesit. Ndërkaq me drejt e thatë edhe jo që Kaçurrela është përpunimi i kongës Kaçurrela, është konga e cila mi ka dyrt edhe ma shumë drejt suksesit, gjithashtu edhe rreth mramjeve të ndryshme, edhe e kanë prit mirë këtë përpunim njerëz të përgjithësi. Me çka je përcaktu ma shumë? Si zhanër, se problemi më i madh i këngëtarëve të ri është përcaktimi i zhanrit. Njëjtën kohë nevojë që të edhe në spotin e fundit të pash ki tendenca edhe të rockut, po ki tendenca edhe të balladës, zonën e ki dhe për popullore për mramje. Po. E definua alo. Shumë pyetje me vën edhe për një me kam shumë vështirë. Nuk po më përcaktu me një zhandër edhe po është shumë problem se edhe në mramjet që i kam duhet që pej gjitha zhandreve me kënu diçka nëse dënë me qenë aktual. Kështu që përveç muzikës pop, rock, këndaj edhe muzikë tjetër qytetare, po edhe muzikë popullore. Nashta ma shumë këtu kongë cilat i kam me videoklipe edhe këto cilat transmetohen për televizione, janë ma shumë kongë të zhandrit zbavice, edhe pse funit zbavice janë gjitha, mirë po nashta kanë ma pak nuanca popullore, mirë po në përmramje kënej edhe popullore, pa tjetër që të mirë felt. Po, kuptohet. Po tjetër sa në është krejt komercialja, do me thonë komercializimi edhe çka lyp publiku, po ty çka të flenë ma tepër? Ma shumë në përgjithësi edhe në bazë të njerëzve edhe mu shumë, do këtë Ty çka të flenë? balladat më flenë pak ma shumë. Balladat pak ma shumë. Besoj. Me elementet rockit. Aty këtu, pasi që edhe konga Ëndrat nuk ka pas elementet rockut, po është, më me thonë, prej kongëve të mia është konga ma e suksesshme dhe që njerëzit edhe në mramje edhe në përgjithësi kështu e pëlqejnë mas shumë. Të nisë edhe prej Kaçurrelës, po edhe prej kongës fundit Dhimbja, e për cila spotin, kush ta ka bo? Spotin e ka bo Asha Graphics, cilti falenderoj, kanë pëlqy pasi që kanë qenë shumë serios në punë. Edhe në kësaj herë nuk jam përzi në spot me ide, si në spotet e kalume që jam mënu me dhonë në e far ide, po... Aja ke qëllua, po mdo këtë që se kam qëllu fort. Edhe kështu që... është mirë mu da punë, se të në kanë qef. Ma mirë mja ullon punë njerëzve që ju ta kanë, kështu që edhe më dull shumë ma mirë
pasi që jam seriozisht i kënaqur. Mirë që i këna. Kush ta ka bo kongën, tekstin? Kongën e ka bo Karab Shasiri, Karabin e kam edhe Po. shok, për ndryshe, edhe një ditë në studiot e ai, tha ndëgjej një kongë që mundet me të përshtat, e ndëgjova dhe më pëlqej dhe i thash kisha pas që me kënu në këtë kongë, kështu që e leja i. Atë punë tekstin e ka bo këngëtari jonë i madh Ilir Shasiri, cilin e falenderoj për tekst, pasi që unë nuk më ka ndodhur diçka në jetë përditshme në lidhje me tekstin, mirë po unë jam mundu me kënu edhe e kam një atë tekst pothuajse është ndodhur Ti tamon me prejardhe i kajtje, tamon kështu. Me prejardhje gjyshi ka lind, domethënë në Gjelan, me prejardhje jemi prej Gjelanit. Ku jeton? Jetojmë në Prishtinë. Në Prishtinë. Babi Prishtinë, unë në Prishtinë. Dy kondët kundër ta Drenisë Gjelan bashkëpunim me gjithë vetën. Pse jo, me ndritin kemi pas Formula, edhe mramje bashk, edhe Unë e pata puna e Ilirit edhe djalit vet. Aha. Jo për ndritin. Unë mendova tash mos është- bë Drenicak, jo. mos është edhe ndriti, Po lip Drenica që ta. mos është edhe ndriti Drenicë, se nuk e Jo. kam pyet saktësisht. Ndriti, Po bashkëpunoj me ta pasi që edhe shoqënia edhe na kanë lidh shumë sen edhe janë shumë të afërt. Qatra kuqen s'pa çfarë do me thoni ka. Për këta duhet me pyet. Po garant edhe ti ke pyet, çka po do me thonë kjo? Pa, e kuqja simbolizon edhe dashurinë, ndashta pak më shumë se ngjyra tjera, nuk do të thënë ngjyra. Edhe ujin e nxehtë bojlerit e simbolizon e kuqen. Ujë nxehtë, edhe diçka tjetër. Ka ne ara. Tash të kuqen edhe semaforin e simbolizon që s'duhet me jetë. Po këta Getar Mullici e ka bo, punën e skenës, kështu që ajo e den masa. Skenarit në është ta ma shumë. Edhe skena të qadra, skenari. i është grumëll ma ndej edhe një qadrë gjujke edhe mboni për shtypje që e qika në kod. Në fund ta ke në gjuma për gjumë shumë. Që e qika në kode ka kry punën e vetë, ka gja mirë. Po. Aja është një modele Mazdanis, dhe ju ka përshtat mirë. Ki punu dhe ti me Mirë modelet klipet. Macedonisë? Po. Krejt ta shenë bo si hit modelet e Macedonisë. Po e kanë ma problem. Milionën për i pytjeve ki. Pse tonat ma problem me i lujt rolet, as di me lujt. Jo, din mi lujt, mirë po është Një ma pispas, problem po. edhe nështë është e kuptushme që disa pjesë të spotit nuk mujnë me lujt. Se shakan Macedonët ma shumë se na. Jo, nuk kanë, po ato ma problem nuk e njohin. Po këtu pak puna e Po edhe varës. pune që se njohin, parrojnë që dalin në YouTube. E këtu tonat mësë janë ka shkojnë Macedoni me bo spote. E nashta. Unë si kom pa veç, nashta. Del Edhe mënet me ndohë. YouTube ja i qëtë kajtë. Po. Na do të shkoj me spotin e Besartit, quhet Dhimbje. Dishka dhimbë shumë është, balad, edhe kthehemi me njëherë këtu prap studio. Atëherë jemi kthy prap këtu në Vala Mala Show pas këtij spoti kaq të bukur, një balad shumë e bukur, uroj që të ketë sukses edhe Besart t'i arrish ato 200-300.000 klikime që i kam rri Kaçurrelja, po? Falenderit. Po, Kaçurrelja kam rriti kon 250.000, 260.000. Jo, 300 e ka. Ë, Qyra sot. Po, Qafë aty se sa, afër po. se pas janë dy vende. Shpresoj edhe pse pak problem, po inshallah. Ta shoj masonte që si ju ka pëlqy konga, mundi me në YouTube edhe me lyp kongën, me kliku, sa ma shumë që shin ju, Besart i gëzohet, se e di që ka adhurus, Çashtu është. edhe ka njerëz që ja dojnë kongën. E pam pra kongën Dhimbje nga Besart Halimi. Kështu ta kom qytë edhe intervistën Dhimbje. Do t'jetë e dhimbshme, se është një intervistë e dhimbshme, po edhe shkon në kuadër të dhimbjes. Më thonë ja kem përshtat pak spotin, po foli pak për spotin tonë. Masi nuk kime pas intervist. A je me mu, kush ta buni këtë konga, ku ka në veta? Nuk e veta, teksti është i arsimit, është e Arsim Bunjakut, si zakonisht tekstet mira, Po. interesante. Shumë i përshtatshëm. Është një qysh. Kongën edhe E gjon një gjithmonë ja përshtat. Po. Kupton, arsimi i liri, Po. janë tekst shumë mirë. Pak mirë muja i bën pak ma të dhimbshme ma. Po. Muzikën kush ta ka bo? virus. Virusi? A kushton virusi? Kushton.
Kushton, sa kushton? Po s'u di tash i paguhet që e puna vetë. Duhet me kallxu. Jes, Atë ka kushtu ty, Pa tjetër që se cila kongë dhe se gjithë kanë kohën me investu me bo një kongë, thonë s'pe këm para, është. Po kur edhe përfiton pak prej muzikës, është pak ma lehtë. Edhe pse nuk është ndaj përfitim shumë i madh, cilin e bëj unë po foli për veti, po as pak nuk është se nuk më i manku. Mirë po edhe kongët kur i bëj, gjithmonë i bëj deri me një farë mase edhe investoj deri që aty ku e shoh që sa kam përfitu dhe sa më me Sa mund është. investu. E vlen edhe të po më mirë me bo mbrana vitit me bo një kongë, me bo me një klip, e me pagu pak ma shtrejt që të dikush që Me qenë, po, që ja pak vlen. dhejnë edhe Se me bo 10 kongë për shembull me një tretën e çmimit virusit për shembull, se që po di i Debalivi ose dikush që Po si dihet, nuk ka shtetone që duhet në ta bu virusi, mundet me dhejz edhe për një kompozitorit të i. Ta shdo, më kos dalin kompozitor të i heq ashtu. vështirë. Po është, mirë, edhe po kur i kom provu, virusi ja qëllon shpesh. Po. A i ta ka bo dhe aranjmonin, Po komplet është kongë atje. spotin, Video art, gjila. video art gjila. Dhe video arti po bojnë të Asha Graphics. Imagine, i në bo bukur disa... Video art është, më duhet i qysh është një botë pak ma merr vesh ma shumë ka muzika popullore, domethënë Po, e ka zhambit. përshtat ma shumë. Po, zhambit. Ilirja, po, Ilirja. Po, Ilirja. patim, po. Do të shkojmë edhe me spotin tonë dhe me përmbyll gjithë këtë Okej. bisedë. Çka pret? Është ky spoti ma i mirë desh tash që ke bo? Në gjithë Ahoj, është fillimi i qysh po spotit. m'duket edhe pak unë jam adaptu me mësu, ja kom njëtë më mësu, se Më mësu, po. po, edhe përgjithësi edhe videoart janë përshtatë që tash. Edhe te studio pak nuk kam probleme, domethënë, se po dallon konga pe kongës, po do të mu përshtat me kënu. Që tash po më duket që jam mësu pak mirë, është domethënë që tu po m'pëlqen. Ta shohim. Shkojmë edhe me klipin e ndritit, a je me mu, a si je me mu, thotën kong, po konga ka veç a je me mu. Edhe me njerë do të shkojmë me bloqet e marketingut, se do t'i ftoj edhe mysafirë tjerë, ju thash që pas pak do t'jetë edhe Leonard Kërquki, kryeredaktori Gazetës Express. Gazetë e cilat do ta vazhdon punën me një model pak më ndryshe. Nuk do t'jetë më gazetë në të shtypur, nuk do t'jetë më në letër. Faleminderit Besart. Faleminderit juve. Suksese sonte, suksese edhe për spotin. Sa veshëm. Shkojmë me klipin.